Në një natë me shi, një djalë i vogël vrapon nëpër rrugët e shkreta duke kërkuar ndihmë, ndërsa ati po jepte shpirt pas një sulmi brutal. I vetmi njeri që i përgjigjet është një vajzë misterioze, e mbuluar me një batanie të grisur, e cila shfaq aftësi që askush nuk do t'i priste. Por të gjithë e kërkojnë vajza zhduket, duke lënë pas vetëm pyetje dhe një sekret të rrezikshëm. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Shiu binte rrëmbyeshëm mbi rrugët e zonës së 21 dhjetorit në Tiranë, atë natë të enjte. Pikat e rënda përplaseshin në asfaltin e lagur duke krijuar një perde uji që vështirësonte shikimin e kujtdo që guxonte të dilte në atë stuj. Ardi, një djalë vetëm 7 vjeç, vraponte i dëshpëruar nëpër trotuaret e rrëshitshme, atletet e tij të bardha të bëra qull, uniforma e shkollës e ngjitur pas trupit të tij të vogël. Lotët i përziheshin me shiun që i rrifte nëpër fytyrën e frikësuar. Zemra e djalit rrihte çrregull ndërsa ai bërtiste për ndihmë, por fjalët e tij humbisnin në zhurmën shurdhuese të stuhisë. Ai nuk e dinte saktësisht se ku të shkonte, nuk i njihte ato rrugë, nuk e kuptonte se si kishte arritur deri aty. Gjithçka që dinte ishte se babai i tij, Artan Deda, sipërmarrësi i njohur në fushën e teknologjisë, ishte rrëzuar në tokën e një rrugice të errët, duke mbajtur gjoksin dhe duke rënkuar nga dhimbja. Shoferi i familjes, Petriti, ishte kapluar nga paniku kur shefi i tij filloi të ndiej keq dhe thjesht ishte larguar, duke i lënë babë e birë vetëm në atë vend të panjohur. Artani kishte këmbëngulur të merrnin një rrugë të shkurtër për të arritur më shpejt në shtëpi pas një takimi që ishte zgjatur deri vonë. Petriti, gjithmonë i bindur, e pranoi sugjerimin dhe devijoi nga rruga e zakonshme, duke hyrë në rrugica më pak të frekuentuara të periferisë lindore të Tiranës. Pikërisht atëherë Artani filloi të ndjente therjet e para në gjoks. Dhimbja erdhi e fortë, e papritur, duke i marrë të gjithë ajrin nga mushkëria. Ai i kërkoi Petritit të ndalonte makinën menjëherë, u lë kund jashtë automjetit dhe u mbështet në murin e rrugicës më të afërt. Shoferi, duke kuptuar seriozitetin e situatës dhe duke pasur frikë se do të mbante përgjegjësi për diçka që nuk mund ta kontrollonte, thjesht hyri në makinë dhe i dha gaz, duke u zhdukur në errësirën e natës. Ardi mbeti i paralizuar për disa sekonda, duke parë baban e tij të binte në gjunjë, me dorën e majtë që shtrëngonte gjoksin, sytë zgurdulluar nga frika. Djali u përpoq ta ndihmonte, por duart e tij të vogla nuk mund ta mbanin peshën e burrit. Artani, edhe pse ndjente se mund të humbiste ndjenjat në çdo moment, mblodhi forcat për t'i thënë të birit të kërkonte ndihmë, të vraponte derisa të gjente dikë. Ardi u bind, edhe pse tmerri i konsumonte çdo qelisë të trupit. Ai doli me vrap në rrugë, duke bërtitur, duke u lutur, por nuk kishte njeri. Dritaret e shtëpive ishin të mbyllura, dritat të fikura, dhe shiu mbykte çdo tingull që ai përpiqej të prodhonte. Pikërisht atëherë Ardi e pa. Një vajzë e moshës së tij, ndoshta edhe pak më e vogël, e mbledhur kruspull pranë një koshi të madh plerash blu, e mbuluar me një batanie roz të grisur dhe të ndotur. Ajo ishte ulur në tokën e lagur, me gjunjët e mbledhur drejt gjoksit, krahët e mbështjellë rreth këmbëve. Flokët e saj të errët dhe të shpupuritur i binin mbi fytyrën e dobët, dhe edhe në gjysmërësirën e rrugës së ndriçuar keq, Ardi mund të shihte se ajo po dridhej nga i ftohti. Djali ndaloi para saj, duke gulquar, zëri i dilte i ndërprer mes dëneseve dhe frymëmarrjes së shpejtuar. Babi im po ndihet keq, ai ka nevojë për ndihmë, të lutem, dikush duhet ta ndihmoj babin tim, ai është rrëzuar në tokë dhe unë nuk di çfarë të bëj, të lutem. Vajza ngriti fytyrën ngadalë. Sytë e saj të zinj shkëlqenin me një intensitet të çuditshëm për një fëmijë. Ajo nuk bërtiti, nuk u tremb, nuk shfaqi panikun që Ardi priste të shite. Në vend të kësaj, ajo qëndroi në heshtje për një sekondë që u duk si një përjetësi, duke analizuar djalin e lagur përballë saj. Pastaj, me një qetësi çarmatose, ajo u ngrit duke lënë batanien të binte në tokën e bërë qull dhe tha vetëm një fjalë. Më trego. Ardi rudhi syt, i hutuar nga përgjigjja kaq e drejtë për drejtë, por nuk kishte kohë për të pyetur. Ai thjesht u kthye dhe filloi të vraponte përsëri drejt rrugicës, duke kthyer kokën pas çdo disa hapa për t'u siguruar që vajza po e ndiqte. Ajo po e ndiqte. Këmbët e saj të zbathura përplaseshin në asfaltin e lagur me një lehtësi befasuese, dhe megjithse dukej e brish dhe e pambrojtur, ajo lëvizte me vendosmëri dhe shkaftësi. Kur arritën në rrugicë, Artani ishte shtrirë anash, ende i vetëdijshëm, por me frymëmarrje të shkurtër dhe të parregull.
Buzët e tij ishin lehtësisht të mavijosura dhe ai djersinte ftohtë edhe nën shiun e akull. Vajza u afrua pa hezituar. Ajo u gjunjëzua pranë sipërmarrësit, vendosi 2 gishta në pulsin e tij dhe qëndroi aty në heshtje duke numëruar në mendje. Ardi vëzhgonte gjithçka i habitur, pa kuptuar se si ajo vajzë e vogël dinte çfarë të bënte. Ajo pastaj afroi veshin të gjoksi i Artanit, dëgjoi për disa sekonda dhe më në fund ngriti shikimin drejt Ardit. Ai ka një problem me zemrën. Duhet ta mbajmë të qetë dhe të thërasim një ambulancë menjëherë. A ke një telefon? Ardi tundi kokën në shenjë mohimi, lotët filluan t'i rridhnin përsëri. Ai e kishte lënë celularin në makinë kur doli me vrap për të kërkuar ndihmë. Vajza mendoi shpejt. Vrapot e ajo shtëpia atje, ajo me dritën e ndezur në dritare. Trokit në derë derisa të përgjigjet dikush dhe kërkoju të telefonojnë 127-shin, 127. Thuaj se është një urgjencë kardiake. Shko tani. Ardi hezitoi për një sekond, me frikën se do ta linte baban vetëm me atë të panjohur, por diçka në sytë e vajzës i transmetonte besim. Ai vrapoi te shtëpia e treguar dhe filloi të godiste derën me grushtet e tij të vegjël. U deshën disa minuta derisa një zonjë e moshuar, e trembur, hapi një të çarë dhe pyeti se çfarë po ndodhte. Ardi i shpjegoi gjithçka me një frym, pa pauza, pa marrë frym. Gruaja, duke kuptuar urgjencën, mori telefonin dhe bëri thirrjen, duke dhënë të gjitha informacionet që djali mundi të jepte. Ndërkohë, në rrugicë, vajza vazhdonte të ishte pranë Artanit. Ajo kishte hequr bluzën e saj sportive gri dhe kishte grisur njërin nga mëngët, duke përdorur copën për të tharë fytyrën e burrit dhe për ta mbajtur ngrohtë. Ajo i fliste me zë të ulët, duke i thënë se ndihma po vinte, se ai duhej të merrte frym ngadalë, se gjithçka do të shkonte mirë. Artani, edhe me dhimbjen e fortë, arrinte ta dëgjonte atë zë fëminor dhe të njëjtë qetësinë që ajo përcillte. Ai u përpoq ta pyeste se kush ishte, por vajza thjesht vendosi dorën e saj të vogël mbi të tijën dhe i kërkoi të ruante energjinë. Ardi u kthye me vrap, i shoqëruar nga zonja që kishte bërë telefonatën. Gruaja sillte një çadër të madhe dhe një batanie të thatë. Vajza pranoi batanien dhe e mbështolli Artanin me kujdes, duke u siguruar që ai të ishte sa më reja të ishte e mundur në ato rrethana. Ajo vazhdoi të monitoronte pulsin e tij, të verifikonte frymëmarrjen, duke i bërë pyetje të thjeshta për atë që po ndjente. Artani përgjigjej me vështirësi, por sa herë që sytë e tij takonin ata të vajzës, ai ndjente një ndjesi të çuditshme sigurie. Ambulanca u desh 15 minuta për të mbërritur, 15 minuta të gjata gjatë të cilave vajza nuk u largua nga ana e Artanit as për një sekond. Kur më në fund mjekët zbritën nga automjeti dhe vrapuan drejt rrugicës, ata gjetën skenën e një fëmie që jepte ndihmën e parë me një efikasitet që befasoi edhe profesionistët me përvojë. Një nga mjekët, një burr i gjatë me uniformë jeshile, e pyeti vajzën se çfarë kishte ndodhur. Ajo i shpjegoi gjithçka me qartësi, duke përdorur terma teknik që një fëmijë 7 vjeç nuk duhej t'i dinte. Pulsi pa rregull, frymëmarrja e cekët, infarkt i mundshëm akut i miokardit, dhimbje që përhapet në krahun e majë. Mjekët u panë me njëri tjetrin, të impresionuar, dhe menjëherë filluan punën. E vendosën Artanin në barel, lidhën pajisjet, i dhanë oksigjen dhe ilaçe. Ardi u përpoq të hipte në ambulancë bashkë me të atin, por u ndalua. Një nga mjekët i shpjegoi se ai duhej të shkonte me zonjën që e kishte ndihmuar dhe se më vonë mund ta takonte të atin në spital. Pikërisht në atë moment Ardi u kujtua për vajzën. Ai ktheu kokën pas, duke e kërkuar, duke dashur ta falënderonte, duke dashur të dinte emrin e saj. Por ajo ishte zhdukur. Si një fantazmë që tretet në mjegull, vajza thjesht nuk ishte më aty. Ardi bërtiti, e pyeti zonjën nëse e kishte parë se ku kishte shkuar vajza, por gruaja ishte aq e përqendruar te situata e Artanit saqë as nuk e kishte vënë re largimin e fëmijës. Ardi ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ajo vajzë i kishte shpëtuar jetën babait të tij dhe ai as nuk ja dinte emrin. Ambulanca u nis me shpejtësi të madhe, sirenat duke çarë natën me shi. Ardi u dërgua nga zonja në shtëpinë e saj, ku ajo i telefonoi nënës së djalit, Elira Dedës, duke i shpjeguar se çfarë kishte ndodhur. Elira, e cila ishte në një udhëtim pune në Durrës, ndjeu se bota i shembej kur mori lajmin.
Ajo mori fluturimin e parë për t'u kthyer në Tiranë dhe arriti në qendrën spitalore universitare Nën Tereza disa orë më vonë, duke gjetur Ardin të ulur në sallën e pritjes, ende me rrobat e bëra qull, syt e kuq nga të qarat. Artani u dërgua direkt në repartin e terapisë intensive. Mjekët konfirmuan se ai kishte pësuar një infarkt akut dhe se situata ishte e rëndë, por e qëndrueshme. Po të mos ishte për ndihmën e parë të menjëhershme, ai me siguri nuk do të kishte rezistuar deri në mbërritjen e ambulancës. Kur mjekët pyetën se kush e kishte dhënë këtë ndihmë të parë, Ardi tregoi për vajzën. Ai përshkroi çdo detaj, çdo fjalë që ajo kishte thënë, çdo gjest që ajo kishte bërë. Por kur Elira u përpoq ta falenderonte vajzën, zbuloi se askush nuk e dinte se kush ishte ajo apo ku ndodhej. Ditët në vijim ishin një mal me emocione për familjen Deda. Artani mbeti pa ndjenja për gati një javë, i lidhur me aparate të ndryshme që monitoronin çdo rrahje të zemrës së tij. Elira e ndau kohën e saj mes spitalit dhe kujdesit për Ardin, i cili ishte i traumatizuar nga gjithçka që kishte parë. Djali nuk pushonte se foluri për vajzën misterioze. Ai vizatonte fytyrën e saj, përshkruante batanien roz të grisur, përsëriste fjalët që ajo kishte thënë. Elira, fillimisht, mendoi se i biri po i ngatëronte gjërat, se ndoshta kujtesa e tij ishte trazuar për shkak të traumës. Por Ardi këmbëngulte me një bindje të palëkundur se vajza ishte e vërtetë dhe se ajo e kishte shpëtuar Artanin. Kur Artani më në fund u zgjua, pyetja e tij e parë ishte për të birin. Kur mësoi se Ardi ishte mirë, ai pëshertiu i lehtësuar. Por pastaj, me zërin ende të dobët, ai pyeti për vajzën. Elira u befasua. Edhe Artani e mbante mend atë. Ai përshkroi sytë e zinj, zërin e qetë, duart e vogla që mbanin të tija. Ai tha se kur nuk kishte parë aq shumë qetësi te një fëmijë dhe se duhej ta gjente për ta falendëruar që i kishte shpëtuar jetën. Elira, tani e bindur se vajza ekzistonte vërtet, vendosi të merrte masa. Ajo punësoi një hetues privat, një burr të quajtur Genc Pietri, i njohur për efikasitetin e tij në gjetjen e personave të zhdukur. Genci filloi duke intervistuar Ardin, duke i kërkuar djalit të përshkruante gjithçka në detajet më të vogla. Ai vizitoi rrugicën ku kishte ndodhur gjithçka, bisedoi me zonjën që kishte telefonuar ambulancën, verifikoi kamerat e sigurisë së zonës. Por nuk kishte regjistrime. Asnjë kamerë nuk e kishte kapur imazhin e vajzës, asnjë banor i lagjes nuk e mbante mend të kishte parë një fëmijë që jetonte në rrugë në atë zonë. Ishte sikur ajo të mos kishte ekzistuar kurrë. Por Artani dhe Ardi e dinin se ajo ekzistonte. Ata e ndjenin këtë në thellësi të shpirtit të tyre. Dhe e vetmja gjurmë konkrete që kishin ishte përshkrimi fizik i vajzës dhe detaji i batanies roz të grisur. Genci e zgjeroi kërkimin. Ai filloi të vizitonte qendrat e strehimit për fëmijë në nevojë, jetimoret, shtëpitë e fëmijës, projektet sociale. U tregoi përshkrimin e vajzës punonisëve social, psikologëve, vullnetarëve. Shumica nuk e njihnin, por disa thanë se kishin parë fëmijë të ngjashëm që shpesh shfaqeshin dhe zhdukeshin pa lënë gjurmë. Ishte në një nga këto qendra strehimi, e vendosur në zonën jugore të Tiranës, që Genci më në fund mori një informacion të rëndësishëm. Një nga vullnetaret, një grua e moshës së mesme e quajtur Besmira, tha se kishte parë një vajzë me atë përshkrim disa javë më parë. Fëmia ishte shfaqur në qendër duke kërkuar ushqim, por refuzoi të qëndronte. Ajo ishte e tërhequr, dyshuese dhe dukej se kishte shumë frikë nga të rriturit. Besmira u përpoq të bisedonte me të, i ofroi ndihmë, por vajza thjesht mori një bukë, një lëng dhe u largua. Kur Besmira e pyeti për emrin, vajza u përgjigj vetëm, Jona. Genci ja çoi këtë informacion familjes Deda. Elira dhe Artani, i cili tani ishte në shtëpi duke u rikuperuar, u mbushën me shpresë. Më në fund kishin një emër. Jona. Por ende nuk dinin asgjë për të. Nga vinte, kush ishin prindërit e saj, pse ishte vetëm në rrugë. Artani, edhe pse ende i dobët, bëri çmos të merrte pjesë aktivisht në kërkim. Ai i tha Elirës se ndjente se duhej ta gjente atë vajzë, jo vetëm për ta falendëruar, por sepse diçka brenda tij i thoshte se ajo kishte nevojë për ndihmë. Elira, e cila gjithmonë kishte qenë një grua pragmatike dhe e përqendruar në karrierën e saj si avokate, fillimisht nuk e kuptonte obsesionin e të shoqit. Por ndërsa ditët kalonin dhe ajo shihte vendosmërinë si të Artanit ashtu edhe të Ardit, diçka filloi të ndryshonte brenda saj. Ajo kuptoi se ajo vajzë kishte bërë më shumë se sa të shpëtonte jetën e Artanit.
Ajo e kishte prekur familjen në një mënyrë të pashpjegueshme, kishte zgjuar tek ata një ndjenjë qëllimi që nuk ekzistonte më parë. Genci vazhdoi hetimin. Ai zbuloi se disa fëmijë jetonin në rrugët e asaj zone, shumë prej tyre duke ikur nga situata të komplikuara familjare, të tjerë thjesht të braktisur. Ai bisedoi me banor të rrugës, me tregtar lokal, me policë që bënin patrullime në zonë. Pak nga pak, ai filloi të ndërtonte një mozaik. Disa njerëz e mbanin mend të kishin parë një vajzë të vogël, gjithmonë vetëm, gjithmonë në lëvizje, duke mos u ndalur kurrë në një vend për shumë kohë. Ajo ishte diskrete, e heshtur dhe dukej se dinte saktësisht se si të shmangte vëmendjen. Një natë, Genci mori një telefonat nga Besmira, vullnetarja e qendrës së strehimit. Ajo tha se vajza ishte kthyer. Jona ishte ulur jashtë qendrës, në një streh, duke u përpjekur të mbrojë nga një tjetër stuj që po binte mbi qytet. Genci i kërkoi Besmirës të mos e tremte, por thjesht të përpiqej ta mbante vajzën aty derisa ai të arrinte. Ai i telefonoi menjëherë Artanit, i cili këmbënguli të shkonte bashk, edhe kundër rekomandimeve mjekësore që duhej të shmangte sforcimet. Artani dhe Genci arritën në qendër gjysmë ore më vonë. Shiu ishte qetësuar në një shi të imët dhe rruga ishte pothuajse e shkretë. Besmira ishte ulur në derën e qendrës, duke biseduar me zë të ulët me dikë që nuk mund ta shihnin nga rruga. Kur Artani u afrua, zemra i rrahu fort. Aty, e ulur në shkallën e betonit, ishte vajza. Jona. Ajo mbante veshur të njëjtat rroba të pista dhe të grisura, dhe batania roz ishte lidhur rreth belit të saj si të ishte një pelerin. Flokët e saj vazhdonin të ishin të shpupuritur dhe fytyra e saj ishte e shenjuar nga papastërtia dhe lodhja. Kur Jona pa Artanin, sytë e saj u zgurdulluan. Ajo u ngrit menjëherë, gati për të vrapuar, por Besmira e kapi butësisht për dore dhe i tha se gjithçka ishte në rregull, se ai burr vetëm donte të bisedonte, se ai nuk do ta lëndonte. Jona e shikoi Artanin me dyshim, por diçka në shprehjen e sipërmarrësit e bëri të hezitonte. Ai nuk u afrua më. Ai thjesht qëndroi aty disa metra larg dhe tha me zërin e mbushur me emocion: "Doja vetëm të të falenderoja. Ti më shpëtove jetën." Jona nuk u përgjigj. Ajo vazhdoi ta shikonte Artanin, sikur po analizonte çdo fjalë, çdo gjest, duke u përpjekur të vendoste nëse mund t'i besonte. Artani vazhdoi të fliste ngadalë, me kujdes për të mos e trembur. "Unë quhem Artan. A më mban mend? Nga ajo natë me shi, në rrugicë? Djali im Ardi ishte me mua. Ti na ndihmove. Ti dije saktësisht se çfarë të bëje. Për shkakun tënd, unë jam këtu sot. Dhe doja të dija emrin tënd, të dija se si mësove të gjitha ato, dhe mbi të gjitha, të dija se si mund të ndihmoj tani." Jona më në fund foli, zëri i saj i ulët dhe i ngjirur, sikur të mos ishte përdorur shumë. "Babai im ma mësoi. Ai thoshte se duhej të dija të kujdesesha për njerëzit, sepse një ditë dikush do të kishte nevojë për mua." Artani ndjeu një lëmsh në fyt. Ai pyeti me delikatesë: "Dhe ku është babai yt tani, Jona?" Vajza uli syt në tokën e lagur. Ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë dhe kur më në fund u përgjigj, zëri i saj ishte aq i ulët sa Artani mezi e dëgjoi. Ai iku. Ata të dy ikën. Nuk donin të rinin më me mua. Ato fjalë e goditën Artanin si një grusht në stomak. Ai shikoi Gencin, i cili gjithashtu duke i tronditur, dhe pastaj e ktheu vëmendjen te vajza. Ai bëri një hap tjetër ngadalë dhe u gjunjëzua në tokën e lagur për të qenë në lartësinë e saj. "Jona, ti je vetëm? Nuk ka njeri që kujdeset për ty?" Vajza tundi kokën. Artani ndjeu lotët tiburonin, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Ai zgjati dorën ngadalë dhe e pyeti: "Mund të më besosh? Të premtoj se do të ndihmoj. Nuk ke pse të rish vetëm në rrugë. Mund të kesh një vend të sigurt, ushqim, një vend për të fjetur. A do të vish me mua?" Jona shikoi dorën e zgjatur të Artanit. Ajo kishte kaluar aq shumë kohë duke dyshuar të gjithë, duke ikur nga çdo i rritur që përpiqej t'i afrohej, saqë tani nuk e dinte nëse mund ta bënte atë hap. Por kishte diçka te Artani, diçka në sytë e tij të lodhur dhe të sinqertë, që e bënte të donte të besonte. Ngadalë, me hezitim, ajo zgjati dorën e saj të vogël dhe të pistë dhe preku atë të Artanit.
Dhe në atë moment, në shiun e imët të një nate tiranase, dy jetë u kryqëzuan në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar. Artani e mbajti dorën e Jonës me delikatesë, sikur të mbante diçka jashtëzakonisht të brishtë dhe të çmuar. Ai buzëqeshi dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Jona ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, nuk kishte më nevojë të kishte frikë. Shiu binte rrëmbyeshëm mbi rrugët e zonës së 21 dhjetorit në Tiranë, atë natë të enjte. Pikat e rënda përplaseshin në asfaltin e lagur duke krijuar një perde uji që vështirësonte shikimin e kujtoj që guxonte të dilte në atë stuj. Ardi, një djalë vetëm 7 vjeç, vraponte i dëshpëruar nëpër trotuaret e rrëshitshme, atletet e tij të bardha të bëra qull, uniforma e shkollës e ngjitur pas trupit të tij të vogël. Lotët i përziheshin me shiun që i rrifte nëpër fytyrën e frikësuar. Zemra e djalit rrihte çrregullt ndërsa ai bërtiste për ndihmë, por fjalët e tij humbisnin në zhurmën shurdhuese të stuhisë. Ai nuk e dinte saktësisht se ku të shkonte, nuk i njihte ato rrugë, nuk e kuptonte se si kishte arritur deri aty. Gjithçka që dinte ishte se babai i tij, Artan Deda, sipërmarrësi i njohur në fushën e teknologjisë, ishte rrëzuar në tokën e një rrugice të errët, duke mbajtur gjoksin dhe duke rënkuar nga dhimbja. Shoferi i familjes, Petriti, ishte kapluar nga paniku kur shefi i tij filloi të ndihej keq dhe thjesht ishte larguar, duke i lënë babë e birë vetëm në atë vend të panjohur. Artani kishte këmbëngulur të merrnin një rrugë të shkurtër për të arritur më shpejt në shtëpi pas një takimi që ishte zgjatur deri vonë. Petriti, gjithmonë i bindur, e pranoi sugjerimin dhe devijoi nga rruga e zakonshme, duke hyrë në rrugica më pak të frekuentuara të periferisë lindore të Tiranës. Pikërisht atëherë Artani filloi të ndjente therjet e para në gjoks. Dhimbja erdhi e fortë, e papritur, duke i marrë të gjithë ajrin nga mushkëria. Ai i kërkoi Petritit të ndalonte makinën menjëherë, u lëkund jashtë automjetit dhe u mbështet në murin e rrugicës më të afërt. Shoferi, duke kuptuar seriozitetin e situatës dhe duke pasur frikë se do të mbante përgjegjësi për diçka që nuk mund ta kontrollonte, thjesht hyri në makinë dhe i dha gaz, duke u zhdukur në errësirën e natës. Ardi mbeti i paralizuar për disa sekonda, duke parë baban e tij të binte në gjunjë, me dorën e majtë që shtrëngonte gjoksin, sytë e zgurdulluar nga frika. Djali u përpoq ta ndihmonte, por duart e tij të vogla nuk mund ta mbanin peshën e burrit. Artani, edhe pse ndjente se mund të humbiste ndjenjat në çdo moment, mblodhi forcat për t'i thënë të birit të kërkonte ndihmë, të vraponte derisa të gjente dikë. Ardi u bind, edhe pse tmerri i konsumonte çdo qelisë të trupit. Ai doli me vrap në rrugë, duke bërtitur, duke u lutur, por nuk kishte njeri. Dritaret e shtëpive ishin të mbyllura, dritat të fikura, dhe shiu mbytte çdo tingull që ai përpiqej të prodhonte. Pikërisht atëherë Ardi e pa. Një vajzë e moshës së tij, ndoshta edhe pak më e vogël, e mbledhur kruspull pranë një koshi të madh plehrash blu, e mbuluar me një batanie roz të grisur dhe të ndotur. Ajo ishte ulur në tokën e lagur, me gjunjët e mbledhur drejt gjoksit, krahët e mbështjellë rreth këmbëve. Flokët e saj të errët dhe të shpupuritur i binin mbi fytyrën e dobët, dhe edhe në gjysmë errësirën e rrugës së ndriçuar keq, Ardi mund të shihte se ajo po dridhej nga i ftohti. Djali ndaloi para saj, duke gulquar, zëri i dilte i ndërprer mes dëneseve dhe frymëmarrjes së shpejtuar. Babi im po ndihet keq, ai ka nevojë për ndihmë, të lutem, dikush duhet ta ndihmoj babin tim, ai është rrëzuar në tokë dhe unë nuk di çfarë të bëj, të lutem. Vajza ngriti fytyrën ngadalë. Sytë e saj të zinj shkëlqenin me një intensitet të çuditshëm për një fëmijë. Ajo nuk bërtiti, nuk u tremb, nuk shfaqi panikun që Ardi priste të shite. Në vend të kësaj, ajo qëndroi në heshtje për një sekond që u duk si një përjetësi, duke analizuar djalin e lagur përballë saj. Pastaj, me një qetësi çarmatose, ajo u ngrit duke lënë batanien të binte në tokën e bërë qull dhe tha vetëm një fjalë. Më trego. Ardi rudhi syt, i hutuar nga përgjigjja kaq e drejt për drejt, por nuk kishte kohë për të pyetur. Ai thjesht u kthye dhe filloi të vraponte përsëri drejt rrugicës, duke kthyer kokën pas çdo disa hapa për t'u siguruar që vajza po e ndiqte. Ajo po e ndiqte. Këmbët e saj të zbathura përplaseshin në asfaltin e lagur me një lehtësi befasuese, dhe megjithse dukej e brish dhe e pambrojtur, ajo lëvizte me vendosmëri dhe shkaftësi. Kur arritën në rrugicë, Artani ishte shtrirë anash, ende i vetëdijshëm, por me frymëmarrje të shkurtër dhe të parregull. Buzët e tij ishin lehtësisht të mavijosura dhe ai djersinte ftohtë edhe nën shiun e akull. Vajza u afrua pa hezituar.
Ajo u gjunjëzua pranë sipërmarrësit, vendosi 2 gishta në pulsin e tij dhe qëndroi aty në heshtje duke numëruar në mendje. Ardi vëzhgonte gjithçka i habitur, pa kuptuar se si ajo vajzë e vogël dinte çfarë të bënte. Ajo pastaj afroi veshin te gjoksi i Artanit, dëgjoi për disa sekonda dhe më në fund ngriti shikimin drejt Ardit. Ai ka një problem me zemrën. Duhet ta mbajmë të qetë dhe të thërasim një ambulancë menjëherë. A ke një telefon? Ardi tundi kokën në shenjë mohimi, lotët filluan t'i rridhnin përsëri. Ai e kishte lënë celularin në makinë kur doli me vrap për të kërkuar ndihmë. Vajza mendoi shpejt. Vrapot e ajo shtëpia atje, ajo me dritën e ndezur në dritare. Trokit në derë derisa të përgjigjet dikush dhe kërkoju të telefonojnë 127-shin, 127. Thuaj se është një urgjencë kardiake. Shko tani. Ardi hezitoi për një sekond, me frikën se do ta linte baban vetëm me atë të panjohur, por diçka në sytë. Vajzës i transmetonte besim. Ai vrapoi te shtëpia e treguar dhe filloi të godiste derën me grushtet e tij të vegjël. U deshën disa minuta derisa një zonjë e moshuar, e trembur, hapi një të çarë dhe pyeti se çfarë po ndodhte. Ardi i shpjegoi gjithçka me një frym, pa pauza, pa marrë frym. Gruaja, duke kuptuar urgjencën, mori telefonin dhe bëri thirrjen, duke dhënë të gjitha informacionet që djali mundi të jepte. Ndërkohë, në rrugicë, vajza vazhdonte të ishte pranë Artanit. Ajo kishte hequr bluzën e saj sportive gri dhe kishte grisur njërin nga mëngët, duke përdorur copën për të tharë fytyrën e burrit dhe për ta mbajtur ngrohtë. Ajo i fliste me zë të ulët, duke i thënë se ndihma po vinte, se ai duhej të merrte frym ngadalë, se gjithçka do të shkonte mirë. Artani, edhe me dhimbjen e fortë, arrinte ta dëgjonte atë zë fëminor dhe të njëjtë qetësinë që ajo përcillte. Ai u përpoq ta pyeste se kush ishte, por vajza thjesht vendosi dorën e saj të vogël mbi të tijën dhe i kërkoi të ruante energjinë. Ardi u kthye me vrap, i shoqëruar nga zonja që kishte bërë telefonatën. Gruaja sillte një çadër të madhe dhe një batanie të thatë. Vajza pranoi batanien dhe e mbështolli Artanin me kujdes, duke u siguruar që ai të ishte sa më reja të ishte e mundur në ato rrethana. Ajo vazhdoi të monitoronte pulsin e tij, të verifikonte frymëmarrjen, duke i bërë pyetje të thjeshta për atë që po ndjente. Artani përgjigjej me vështirësi, por sa herë që sytë e tij takonin ata të vajzës, ai ndjente një ndjesi të çuditshme sigurie. Ambulanca u desh 15 minuta për të mbërritur, 15 minuta të gjata gjatë të cilave vajza nuk u largua nga ana e Artanit as për një sekond. Kur më në fund mjekët zbritën nga automjeti dhe vrapuan drejt rrugicës, ata gjetën skenën e një fëmie që jepte ndihmën e parë me një efikasitet që befasoi edhe profesionistët me përvojë. Një nga mjekët, një burr i gjatë me uniformë jeshile, e pyeti vajzën se çfarë kishte ndodhur. Ajo i shpjegoi gjithçka me qartësi, duke përdorur terma teknik që një fëmijë 7 vjeç nuk duhej t'i dinte. Pulsi pa rregull, frymëmarrja e cekët, infarkt i mundshëm akut i miokardit, dhimbje që përhapet në krahun e majë. Mjekët u panë me njëri tjetrin, të impresionuar, dhe menjëherë filluan punën. E vendosën Artanin në barel, lidhën pajisjet, i dhanë oksigjen dhe ilaçe. Ardi u përpoq të hipte në ambulancë bashkë me të atin, por u ndalua. Një nga mjekët i shpjegoi se ai duhej të shkonte me zonjën që e kishte ndihmuar dhe se më vonë mund ta takonte të atin në spital. Pikërisht në atë moment Ardi u kujtua për vajzën. Ai ktheu kokën pas, duke e kërkuar, duke dashur ta falënderonte, duke dashur të dinte emrin e saj. Por ajo ishte zhdukur. Si një fantazm që tretet në mjegull, vajza thjesht nuk ishte më aty. Ardi bërtiti, e pyeti zonjën nëse e kishte parë se ku kishte shkuar vajza, por gruaja ishte aq e përqendruar te situata e Artanit saqë as nuk e kishte vënë re largimin e fëmijës. Ardi ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ajo vajzë i kishte shpëtuar jetën babait të tij dhe ai as nuk ja dinte emrin. Ambulanca u nis me shpejtësi të madhe, sirenat duke qarë natën me shi. Ardi u dërgua nga zonja në shtëpinë e saj, ku ajo i telefonoi nënës së djalit, Elira Dedës, duke i shpjeguar se çfarë kishte ndodhur. Elira, e cila ishte në një udhëtim pune në Durrës, ndjeu se bota i shembej kur mori lajmin. Ajo mori fluturimin e parë për t'u kthyer në Tiranë dhe arriti në qendrën spitalore universitare Nën Tereza disa orë më vonë, duke gjetur Ardin të ulur në sallën e pritjes, ende me rrobat e bëra qull, syt e kuq nga të qarat. Artani u dërgua direkt në repartin e terapisë intensive.
Mjekët konfirmuan se ai kishte pësuar një infarkt akut dhe se situata ishte e rëndë, por e qëndrueshme. Po të mos ishte për ndihmën e parë të menjëhershme, ai me siguri nuk do të kishte rezistuar deri në mbërritjen e ambulancës. Kur mjekët pyetën se kush e kishte dhënë këtë ndihmë të parë, Ardi tregoi për vajzën. Ai përshkroi çdo detaj, çdo fjalë që ajo kishte thënë, çdo gjest që ajo kishte bërë. Por kur Elira u përpoq ta falënderonte vajzën, zbuloi se askush nuk e dinte se kush ishte ajo apo ku ndodhej. Ditët në vijim ishin një mal me emocione për familjen Deda. Artani mbeti pa ndjenja për gati një javë, i lidhur me aparate të ndryshme që monitoronin çdo rrahje të zemrës së tij. Elira e ndau kohën e saj mes spitalit dhe kujdesit për Ardin, i cili ishte i traumatizuar nga gjithçka që kishte parë. Djali nuk pushonte së foluri për vajzën misterioze. Ai vizatonte fytyrën e saj, përshkruante batanien roz të grisur, përsëriste fjalët që ajo kishte thënë. Elira fillimisht mendoi se i biri po i ngatëronte gjërat, se ndoshta kujtesa e tij ishte trazuar për shkak të traumës. Por Ardi këmbëngulte me një bindje të palëkundur se vajza ishte e vërtetë dhe se ajo e kishte shpëtuar Artanin. Kur Artani më në fund u zgjua, pyetja e tij e parë ishte për të birin. Kur mësoi se Ardi ishte mirë, ai pshertiu i lehtësuar. Por pastaj, me zërin ende të dobët, ai pyeti për vajzën. Elira u befasua. Edhe Artani e mbante mend atë. Ai përshkroi sytë e zinj, zërin e qetë, duart e vogla që mbanin të tia. Ai tha se kur nuk kishte parë aq shumë qetësi te një fëmijë dhe se duhej ta gjente për ta falënderuar që i kishte shpëtuar jetën. Elira, tani e bindur se vajza ekzistonte vërtet, vendosi të merrte masa. Ajo punësoi një hetues privat, një burr të quajtur Genc Pietri, i njohur për efikasitetin e tij në gjetjen e personave të zhdukur. Genci filloi duke intervistuar Ardin, duke i kërkuar djalit të përshkruante gjithçka në detajet më të vogla. Ai vizitoi rrugicën ku kishte ndodhur gjithçka, bisedoi me zonjën që kishte telefonuar ambulancën, verifikoi kamerat e sigurisë së zonës. Por nuk kishte regjistrime. Asnjë kamerë nuk e kishte kapur imazhin e vajzës, asnjë banor i lagjes nuk e mbante mend të kishte parë një fëmijë që jetonte në rrugë në atë zonë. Ishte sikur ajo të mos kishte ekzistuar kurrë. Por Artani dhe Ardi e dinin se ajo ekzistonte. Ata e ndjenin këtë në thellësi të shpirtit të tyre. Dhe e vetmja gjurmë konkrete që kishin ishte përshkrimi fizik i vajzës dhe detaji i batanies roz të grisur. Genci e zgjeroi kërkimin. Ai filloi të vizitonte qendrat e strehimit për fëmijë në nevojë, jetimoret, shtëpitë e fëmijës, projektet sociale. U tregoi përshkrimin e vajzës punonisëve social, psikologëve, vullnetarëve. Shumica nuk e njihnin, por disa thanë se kishin parë fëmijë të ngjashëm që shpesh shfaqeshin dhe zhdukeshin pa lënë gjurmë. Ishte në një nga këto qendra strehimi, e vendosur në zonën jugore të Tiranës, që Genci më në fund mori një informacion të rëndësishëm. Një nga vullnetaret, një grua e moshës së mesme e quajtur Besmira, tha se kishte parë një vajzë me atë përshkrim disa javë më parë. Fëmia ishte shfaqur në qendër duke kërkuar ushqim, por refuzoi të qëndronte. Ajo ishte e tërhequr, dyshuese dhe dukej se kishte shumë frikë nga të rriturit. Besmira u përpoq të bisedonte me të, i ofroi ndihmë, por vajza thjesht mori një bukë, një lëng dhe u largua. Kur Besmira e pyeti për emrin, vajza u përgjigj vetëm, Jona. Genci ja çoi këtë informacion familjes Deda. Elira dhe Artani, i cili tani ishte në shtëpi duke u rikuperuar, u mbushën me shpresë. Më në fund kishin një emër. Jona. Por ende nuk dinin asgjë për të. Nga vinte, kush ishin prindërit e saj, pse ishte vetëm në rrugë. Artani, edhe pse ende i dobët, bëri çmos të merrte pjesë aktivisht në kërkim. Ai i tha Elirës se ndjente se duhej ta gjente atë vajzë, jo vetëm për ta falënderuar, por sepse diçka brenda tij i thoshte se ajo kishte nevojë për ndihmë. Elira, e cila gjithmonë kishte qenë një grua pragmatike dhe e përqendruar në karrierën e saj si avokate, fillimisht nuk e kuptonte obsesionin e të shoqit. Por ndërsa ditët kalonin dhe ajo shihte vendosmërinë si të Artanit ashtu edhe të Ardit, diçka filloi të ndryshonte brenda saj. Ajo kuptoi se ajo vajzë kishte bërë më shumë se sa të shpëtonte jetën e Artanit. Ajo e kishte prekur familjen në një mënyrë të pashpjegueshme, kishte zgjuar tek ata një ndjenjë qëllimi që nuk ekzistonte më parë. Genci vazhdoi hetimin.
Ai zbuloi se disa fëmijë jetonin në rrugët e asaj zone, shumë prej tyre duke ikur nga situata të komplikuara familjare, të tjerë thjesht të braktisur. Ai bisedoi me banor të rrugës, me tregtar lokal, me policë që bënin patrullime në zonë. Pak nga pak, ai filloi të ndërtonte një mozaik. Disa njerëz e mbanin mend të kishin parë një vajzë të vogël, gjithmonë vetëm, gjithmonë në lëvizje, duke mos u ndalur kurrë në një vend për shumë kohë. Ajo ishte diskrete, e heshtur dhe dukej se dinte saktësisht se si të shmangte vëmendjen. Një natë, Genci mori një telefonat nga Besmira, vullnetarja e qendrës së strehimit. Ajo tha se vajza ishte kthyer. Jona ishte ulur jashtë qendrës, në një streh, duke u përpjekur të mbrojë nga një tjetër stuj që po binte mbi qytet. Genci i kërkoi Besmirës të mos e tremte, por thjesht të përpiqej ta mbante vajzën aty derisa ai të arrinte. Ai i telefonoi menjëherë Artanit, i cili këmbënguli të shkonte bashk, edhe kundër rekomandimeve mjekësore që duhej të shmangte sforcime. Artani dhe Genci arritën në qendër gjysmë ore më vonë. Shiu ishte qetësuar në një shi të imët dhe rruga ishte pothuajse e shkretë. Besmira ishte ulur në derën e qendrës, duke biseduar me zë të ulët me dikë që nuk mund ta shihnin nga rruga. Kur Artani u afrua, zemra i rrahu fort. Aty, e ulur në shkallën e betonit, ishte vajza. Jona. Ajo mbante veshur të njëjtat rroba të pista dhe të grisura, dhe batania roz ishte lidhur rreth belit të saj si të ishte një pelerin. Flokët e saj vazhdonin të ishin të shpupuritur dhe fytyra e saj ishte e shenjuar nga papastërtia dhe lodhja. Kur Jona pa Artanin, sytë e saj u zgurdulluan. Ajo u ngrit menjëherë, gati për të vrapuar, por Besmira e kapi butësisht për dore dhe i tha se gjithçka ishte në rregull, se ai burr vetëm donte të bisedonte, se ai nuk do ta lëndonte. Jona e shikoi Artanin me dyshim, por diçka në shprehjen e sipërmarrësit e bëri të hezitonte. Ai nuk u afrua më. Ai thjesht qëndroi aty disa metra larg dhe tha me zërin e mbushur me emocion. Doja vetëm të falenderoja. Ti më shpëtove jetën. Jona nuk u përgjigj. Ajo vazhdoi ta shikonte Artanin, sikur po analizonte çdo fjalë, çdo gjest, duke u përpjekur të vendoste nëse mund t'i besonte. Artani vazhdoi të fliste ngadalë, me kujdes për të mos e trembur. Unë quhem Artan. A më mban mend? Nga ajo natë me shi, në rrugicë? Djali im Ardi ishte me mua. Ti na ndihmove. Ti dije saktësisht se çfarë të bëje. Për shkakun tënd, unë jam këtu sot. Dhe doja të dija emrin tënd, të dija se si i mësove të gjitha ato, dhe mbi të gjitha, të dija se si mund të ndihmoj tani. Jona më në fund foli, zëri i saj i ulët dhe i ngjirur, sikur të mos ishte përdorur shumë. Babai im ma mësoi. Ai thoshte se duhej të dija të kujdesesha për njerëzit, sepse një ditë dikush do të kishte nevojë për mua. Artani ndjeu një lëmsh në fyt. Ai pyeti me delikatesë. Dhe ku është babai yt tani, Jona? Vajza uli syt në tokën e lagur. Ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë dhe kur më në fund u përgjigj, zëri i saj ishte aq i ulët sa Artani mezi e dëgjoi. Ai iku. Ata të dy ikën. Nuk donin të rinin më me mua. Ato fjalë e goditën Artanin si një grusht në stomak. Ai shikoi Gencin, i cili gjithashtu duke i tronditur, dhe pastaj e ktheu vëmendjen te vajza. Ai bëri një hap tjetër ngadalë dhe u gjunjëzua në tokën e lagur për të qenë në lartësinë e saj. Jona, ti je vetëm? Nuk ka njeri që kujdeset për ty? Vajza tundi kokën. Artani ndjeu lotët tiburonin, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Ai zgjati dorën ngadalë dhe e pyeti. Mund të më besosh? Të premtoj se do të ndihmoj. Nuk ke pse të rish vetëm në rrugë. Mund të kesh një vend të sigurt, ushqim, një vend për të fjetur. A do të vish me mua? Jona shikoi dorën e zgjatur të Artanit. Ajo kishte kaluar aq shumë kohë duke dyshuar të gjithë, duke ikur nga çdo i rritur që përpiqej t'i afrohej, saqë tani nuk e dinte nëse mund ta bënte atë hap. Por kishte diçka te Artani, diçka në sytë e tij të lodhur dhe të sinqertë, që e bënte të donte të besonte. Ngadalë, me hezitim, ajo zgjati dorën e saj të vogël dhe të pistë dhe preku atë të Artanit. Dhe në atë moment, në shiun e imët të një nate tiranase, dy jetë u kryqëzuan në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar.
Artani e mbajti dorën e Jonës me delikatesë, sikur të mbante diçka jashtëzakonisht të brishtë dhe të çmuar. Ai buzëqeshi dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Jona ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, nuk kishte më nevojë të kishte frikë. Muajt që pasuan birësimin zyrtar të Jonës ishin si një ëndër nga e cila ajo kishte frikë të zgjohej. Për herë të parë që nga ajo natë e tmerrshme kur prindërit e saj e braktisën, ajo kishte një rutinë të qëndrueshme, njerëz që kujdeseshin për të, një vend që mund ta quante shtëpi. Por edhe me gjithë dashurinë që merrte nga familja Deda, kishte momente kur Jona ndihej si një e huaj, sikur nuk e meritonte gjithë atë lumturi. Shkolla ishte bërë streha e saj. Jona zbuloi se kishte lehtësi me mësimet, veçanërisht në shkencë dhe matematikë. Notat e saj ishin gjithmonë më të mirat e klasës dhe mësuesit vazhdimisht e lavdëronin për përkushtimin dhe inteligjencën e saj. Ardi krenohej sa herë që shihte emrin e motrës në tabelën e nderit dhe gjithmonë bënte çmos t'u tregonte të gjithëve se ajo ishte motra e tij. Fjala motër ende tingëllonte e çuditshme në veshët e Jonës, por në të njëjtën kohë ia ngrohte zemrën në një mënyrë që ajo nuk mund ta shpjegonte. Një pasdite, 3 muaj pas birësimit, Jona ishte në bibliotekën e shkollës duke bërë një kërkim për një detyrë kursi mbi profesionet kur gjeti një libër për mjekët e urgjencës. Ajo e mori librin me duar që i dridheshin dhe filloi të shfletonte faqet. Aty ishin përshkruar të gjitha teknikat që babai i saj ia kishte mësuar, të gjitha mësimet e natës që ajo mendonte se ishin vetëm lojra bab e bi, por që në fund i shpëtuan jetën Artanin. Lotët filluan t'i rridhnin në heshtje ndërsa lexonte, duke kujtuar zërin e duruar të babait që i shpjegonte si të verifikonte pulsin, si të identifikonte shenjat e alarmit, si të ruante qetësinë në situata emergjence. Ishte Ardi ai që e gjeti, ulur në këndin më të errët të bibliotekës, e përqafuar me librin, duke qarë me zë të ulët. Ai nuk tha asgjë, thjesht u ul pranë saj dhe i vuri dorën në shpatull. Pas disa minutash, Jona më në fund arriti të fliste. Ai mi mësoi të gjitha këto. Çdo natë, pas darke, babai im merrte materialet e tij të punës dhe më tregonte se si funksiononin. Ai thoshte se dia ishte dhurata më e madhe që mund të më jepte, se askush nuk mund të ma merrte kurrë atë. Dhe unë mendoja se ishte vetëm një lojë, se ishte vetëm mënyra e tij për të kaluar kohë me mua. Por nuk ishte. Ai e dinte. Në një farë mënyre, ai e dinte se do të kisha nevojë për këtë. Ardi nuk dinte çfarë të thoshte. Në moshën 8 vjeçare, ai nuk kishte fjalë për të ngushëlluar dhimbjen që shite në sytë e motrës së tij. Kështu që ai bëri të vetmen gjë që mundi të mendonte. E përqafoi Jonën fort dhe qëndroi aty në heshtje, duke e lënë të kuptonte se nuk ishte vetëm. Atë natë, gjatë darkës, Jona ishte më e heshtur se zakonisht. Elira e vuri re dhe e pyeti nëse ishte gjithçka në rregull. Jona hezitoi duke parë pjatën me ushqim para saj dhe pastaj vendosi të ndante atë që po ndjente. Gjeta një libër për mjekët e urgjencës sot në bibliotekë. Dhe po mendoja për baban tim. Për baban tim biologjik. Dhe nuk e di nëse duhet të mendoj për të, nuk e di nëse është gabim të ndjej mall për të edhe pas gjithçkaje që ai bëri. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, por jo e pakëndshme. Artani e la pirunin mënjan dhe e shikoi Jonën me mirë kuptim. Jona, ti kur nuk do të pushosh se qeni bia e prindërve të tu biologjik. Ata të dhanë jetën, të rritën për 7 vjet, të mësuan gjëra të vlefshme. Ajo që ata bën më pas ishte e tmerrshme, e pafalshme, por kjo nuk i fshin momentet e mira që keni pasur më parë. Dhe ti nuk ke nevojë të zgjedhësh mes dashurisë për ata dhe dashurisë për ne. Zemra jote është mjaft e madhe për t'i ruajtur të dyja. Elira u pajtua, sytë e saj shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Ne kur nuk do të përpiqemi të zëvendësojmë prindërit e tu, Jona. Ne vetëm duam të jemi një familje e re për ty dhe nëse ti dëshiron të flasësh për ata, për kujtimet e tua, për atë që po ndjen, ne gjithmonë do të jemi këtu për të dëgjuar. Jona ndjeu një peshë t'i hiqej nga supet. Ajo kishte kaluar muaj duke u përpjekur të varroste çdo kujtim të jetës së saj të mëparshme, duke u përpjekur t'i fshinte Ardianin dhe Valbonën nga mendja e saj sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Por tani, me lejen e Artanit dhe Elirës për të ndjerë atë që po ndjente, ajo kuptoi se nuk kishte më nevojë ta mbante atë faj vetëm. Atë natë, për herë të parë, Jona tregoi histori nga jeta e saj e mëparshme. Ajo foli se si nëna e saj e çonte në park çdo të diel, se si ato luanin duke bërë kështjella rëre ndërsa babai punonte.
Ajo foli për netët kur të tre shinin filma së bashku në divanin e vjetër të dhomës së ndenjes, duke ngrënë kokoshka dhe duke qeshur me skenat qesharake. Ajo foli për ditëlindjet, krishtlindjet, momentet e thjeshta që tani dukeshin se i përkisnin një jetë tjetër. Dhe ndërsa fliste, ajo qante, por ishin lot të ndryshëm. Nuk ishin lot dëshpërimi apo zemërimi, por të dikujt që më në fund po i lejonte vetes të kujtonte dhe të ndjente mall. Ditët u shndërruan në javë dhe javët në muaj. Jona mbushi 8 vjeç dhe Elira organizoi një festë surprizë. Ishte hera e parë që Jona kishte një festë ditëlindjeje me miq nga shkolla, tortë të vërtet, dhurata të mbështjella. Ajo fryu qirin dhe, kur të gjithë e pyetën se cila kishte qenë dëshira e saj, ajo vetëm buzëqeshi dhe tha se tashmë ishte realizuar. Por jo gjithçka ishte lule. Ndërsa Jona ndihej më e sigurt dhe më me besim, ajo gjithashtu filloi të pyeste më shumë, të testonte kufit, të shite se deri ku shkonte vërtet dashuria e prindërve të saj të rinj. Ajo filloi të mos bindej për rregulla të vogla, të linte pa bërë detyrat e shtëpisë, të përgjigjej ashpër. Ishte sikur ajo kishte nevojë të sigurohej se edhe kur të ishte e vështirë, edhe kur ajo të mos ishte e përsosur, ata ende do ta donin. Elira dhe Artani, të udhëzuar nga doktoresha Rudina, e kuptuan se kjo ishte pjesë e procesit. Jona po testonte qëndrueshmërinë e familjes, kishte nevojë të sigurohej se nuk do të braktisej përsëri në vështirësinë e parë. Ata vendosën rregulla të qarta por të drejta, bisedonin kur ajo nuk bindej, i shpjegonin pasojat e veprimeve të saj, por gjithmonë rikonfirmonin dashurinë e tyre të pakushtëzuar. Pati një natë veçanërisht të vështirë, kur Jona pati një krizë ankthi pas një makthi. Ajo u zgjua duke bërtitur, e bindur se ishte kthyer në rrugë, vetëm në të ftohtë. Elira dhe Artani vrapuan në dhomën e saj, duke e gjetur të mbledhur kruspull në një kënd, duke u dridhur me batanien roz të shtrënguar fort pas gjoksit. Elira u ul në dysheme pranë saj, pa u përpjekur ta prekte, thjesht duke qëndruar pranë. Artani solli një gotë ujë dhe u ul në anën tjetër. Dhe të dy qëndruan aty, derisa Jona pushoi së dridhuri, derisa frymëmarrja e saj u qetësua, derisa ajo më në fund arriti t'i shikonte dhe të pëshpëriste. Kisha frikë se kishit ikur. Artani u përgjigj me zë të prerë por të butë. Ne kur nuk do të ikim, Jona. Pavarësisht se sa herë e sheh këtë makth, përgjigjja do të jetë gjithmonë e njëjtë. Ne jemi këtu. Dhe do të vazhdojmë të jemi këtu. Ishte gjithashtu në këtë kohë që Elira mori një vendim të rëndësishëm. Ajo kishte vënë re se si Jona interesohej për mjekësinë dhe shkencat shëndetësore, gjithmonë duke bërë pyetje për trupin e njeriut, për mënyrën se si funksiononin gjërat. Elira bisedoi me Artanin. Dhe së bashku vendosën ta regjistronin Jonën në një kurs të ndihmës së parë për fëmijë, të ofruar nga një ujçe partnere e qsutës. Kur Elira i tregoi Jonës për kursin, vajza qëndroi në heshtje për një moment të gjallë. Pastaj ajo pyeti, me zë të pasigurt. Mendon se ja dal dot? Unë jam vetëm 8 vjeç. Elira buzëqeshi dhe i përkëdheli flokët së bijës. Jona, ti i shpëtove jetën Artanit kur ishe 7 vjeç. Ti ke një dhunti të lindur për këtë. Dhe ky kurs do të mësoj edhe më shumë, do të jap mjete për të ndihmuar njerëzit në mënyrë të sigurt. Por do ta bëjmë vetëm nëse ti dëshiron. Nuk është detyrim. Jona mendoi për një moment dhe pastaj tundi kokën në shenjë pohimi. Ajo donte ta bënte kursin. Donte të nderonte mësimet që babai i saj biologjik ja kishte dhënë, donte ta transformonte gjithë dhimbjen që kishte përjetuar në diçka pozitive. Kursi filloi të shtunën pasardhëse. Jona ishte më e vogla e grupit, por edhe më e përkushtuara. Ajo thithte çdo informacion si një sfungjer, bënte pyetje inteligjente, praktikonte teknikat me seriozitet. Instruktori, një infermier i quajtur Kastriot Basha, mbeti i impresionuar me njohuritë paraprake që ajo tashmë kishte dhe me pjekurinë e saj në trajtimin e situatave të simuluara të urgjencës. Në fund të kursit, 2 javë më vonë, Jona mori një certifikat. Ajo e shikoi atë letër sikur të ishte trofeu më i çmuar në botë. Kur arriti në shtëpi, ajo ua tregoi certifikatën Artanit, Ardit dhe Elirës, sytë e saj shkëlqenin nga krenaria. Artani e përqafoi të bien dhe i pëshpëriti në vesh. Babai yt do të ishte shumë krenar për ty dhe për herë të parë kur dëgjoi ato fjalë, Jona nuk ndjeu dhimbje. Ajo ndjeu paqe. Sepse ajo e dinte se Artani po thoshte të vërtetën dhe se ajo mund të nderonte kujtimin e Ardian Gashit ndërsa ndërtonte një jetë të re me familjen Deda.
Por jeta kishte rezervuar edhe një surprizë tjetër për Jonën. Një ditë, rreth 6 muaj pas birësimit të saj, ajo erdhi nga shkolla dhe gjeti një grua të panjohur ulur në dhomën e ndenjes, duke biseduar me Elirën. Gruaja ishte rreth të 40-tave, me flokë të thinjur të mbledhur në një topuz dhe një shikim të lodhur por të butë. Kur Jona hyri, gruaja u ngrit dhe buzëqeshi me ndrojtje. Elira u afrua dhe i vuri dorën në shpatull Jonës. Jona, kjo është zonja Melia Gashi. Ajo është gjyshja jote. Nëna e babait tënë. Jona ndjeu sikur toka i ishte zhdukur nën këmbë. Ajo kishte një gjyshe? Si? Pse nuk e kishte takuar kur këtë grua më parë? Melia u afrua ngadalë, me sytë plot lodh. Jona, dashuria ime, e di që kjo duhet të jetë një tronditje për ty unë dhe gjyshi yt u larguam nga baba yt shumë vite më parë, për shkak të mosmarrëveshjeve që tani duken kaq budallaqe. Kur e mora vesh se çfarë ndodhi, çfarë të bëri ai ty, u shkatërrova. Kalova muaj duke u përpjekur të gjeja, derisa një punonjës social më dha kontaktin e familjes tënde të re. Nuk kam ardhur këtu për të marrë prej tyre, kam ardhur vetëm për të njohur, për të thënë se sa shumë më vjen keq që nuk kam qenë pranë teje kur kishe nevojë. Jona nuk dinte çfarë të ndjente. Zemërim? Lehtësim? Konfuzion? Ajo shikoi Elirën duke kërkuar udhëzim dhe Elira tundi kokën në shenjë inkurajimi. Jona pastaj shikoi përsëri Meliën dhe tha, zëri i saj i vogël por i prerë. Pse u grindët? Pse u largove nga baba im? Melia pshertiu thellë dhe u ul përsëri në divan, duke i bërë shenjë Jonës të ulej pranë saj. Vajza hezitoi, por në fund pranoi. Melia filloi të tregonte historinë. Babai yt ka qenë gjithmonë një djalë ëndërrimtar, Jona. Ai donte të ndihmonte njerëzit, të bënte një ndryshim në botë. Kur ai tha se donte të bëhej mjek urgjence, unë dhe gjyshi yt nuk e mbështetëm. Ne donim që ai të bëhej mjek, avokat, diçka që ne e mendonim më të rëndësishme. U grindëm shumë për këtë dhe kur ai vendosi të ndiqte rrugën e tij gjithsesi, ne i vum një ultimatum. Ose do të bënte atë që donim ne, ose të mos llogariste më tek ne. Dhe ai zgjodhi ëndrrën e tij. Dhe ne, krenar dhe kokfort siç ishim, i ndërprem kontaktet. Kaluan vite dhe krenaria nuk na la të pranonim se kishim gabuar. Derisa ishte tepër vonë. Jona e përpunoi atë informacion në heshtje. Pastaj ajo pyeti. A e dije se unë ekzistoja? Melia tundi kokën, lotët i rridhnin lirshëm tani. Jo. Babai yt nuk na kontaktoi kur pasi u martua. Unë e zbulova për ty vetëm kur fillova ta kërkoja pasi mora vesh për braktisjen. Dhe kur të gjeta, kur pash se ti po të donin dhe kujdeseshin për ty kjo familje e mrekullueshme, u gëzova. Por gjithashtu më thye zemra për të gjithë vitet që humba, për të gjitha historitë që mund të kisha ndarë me ty. Jona shikoja të grua që thoshte se ishte gjyshja e saj, dhe pa tek ajo të njëjtën dhimbje që ajo vetë mbante. Dhimbjen e braktisjes, të humbjes, të kohës që nuk kthehet. Dhe edhe me gjithë konfuzionin e ndjenjave, Jona ndjeu një lidhje. Ajo zgjati dorën e vogël dhe preku. Atë të Meliës. Nuk e di nëse mund të quaj gjyshe tani. Nuk të njoh. Por do të doja të njihja. Nëse ti dëshiron. Melia e mbajti dorën e Jonës sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë dhe tundi kokën në shenjë pohimi, e path të fliste nga emocioni. Elira, duke vëzhguar gjithçka nga larg, ndjeu lotët t'i rridhnin nëpër fytyrë. Ajo e dinte se kjo ishte e rëndësishme për Jonën, se të kishte një lidhje me të kaluarën e saj, me rënjet e saj, ishte pjesë e procesit të shërimit. Në muajt në vijim, Melia u bë një prani e vazhdueshme në jetën e Jonës. Ajo e vizitonte vajzën çdo javë, gjithmonë duke sjell histori për Ardianin kur ishte fëmijë, foto të vjetra, receta që ai adhuronte. Jona thithte gjithçka me një përzierje dhimbjeje dhe gëzimi, duke rindërtuar në mendjen e saj imazhin e babait që ajo mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Melia gjithashtu filloi të merrte pjesë në data të veçanta, gjithmonë duke respektuar hapësirën e Elirës dhe Artanit, gjithmonë duke e bërë të qartë se ajo nuk ishte aty për të zëvendësuar askënd, por vetëm për të shtuar më shumë dashuri në jetën e Jonës. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave që Melia zbuloi diçka të rëndësishme. Ajo kishte kontaktuar një avokat dhe kishte zbuluar se Ardiani kishte lënë disa gjëra pas kur iku.
Kishte një sanduk të vogël të ruajtur në apartamentin ku ai jetonte me Valbonën, një sanduk që pronari e kishte mbajtur, duke pritur që një ditë dikush të vinte ta merrte. Melia e kishte marrë sandukun dhe tani donte t'ja jepte Jonës, nëse ajo ishte gati të shihte se çfarë kishte brenda. Jona kërkoi që e gjithë familja të ishte e pranishme kur ajo të hapte sandukun. Një pasdite të diel, me Artanin, Elirën, Ardin dhe Meliën rreth saj, Jona hapi atë kuti të vjetër druri dhe pa se çfarë kishte brenda. Kishte foto të familjes, 10 prej tyre. Jona foshnjë, Jona duke hedhur hapat e parë, Jona duke fryrë qirinjt e ditëlindjes. Kishte gjithashtu disa objekte personale të Ardianit, distinktivi i tij i urgjencës kombëtare, një stetoskop i vjetër, një fletore plot me shënime mjekësore. Dhe në fund të sandukut kishte një letër. Jona e mori zarfin me duar që i dridheshin. Ishte adresuar asaj me shkrimin e bukur të babait të saj. Ajo shikoi Elirën duke kërkuar në heshtje leje për ta hapur. Elira tundi kokën në shenjë pohimi dhe Jona, me zemrën që i rrite fort, hapi letrën dhe filloi të lexonte me zë të larë. E dashura ime Jona, nëse po e lexon këtë, do të thotë se diçka ka shkuar shumë keq. Gjithmonë e kam ditur se zgjedhjet që kam bërë mund të kishin pasoja, dhe se një ditë unë mund të mos isha më këtu për të mbrojtur. Por dua që ti ta dish se çdo sekondë që kam kaluar me ty ka qenë dhurata më e madhe e jetës sime. Të mësova gjithçka që dija sepse besoja tek ti, sepse shija tek ti një dritë të veçantë, një forcë që as ti vetë nuk e njihje ende. Më vjen shumë keq nëse të kam zhgënjur. Më vjen shumë keq nëse nuk kam qenë babai që ti meritoje. Por të lutem, kur mos dysho se je dashur. Ti ke qenë, je dhe gjithmonë do të jesh arritja më e madhe e jetës sime. Je fort, vogëlushja ime. Je guximtare. Dhe mbaj mend gjithmonë se dia është fuqi, por dashuria është forca e vërtetë që lëviz botën. Të dua më shumë se sa mund të shprehin fjalët. Babai yt, Ardiani. Kur Jona mbaroi së lexuari, heshtja në dhomë ishte absolute. Pastaj, sikur të ishte çarë një digë, Jona filloi të qante. Por nuk ishin lot trishtimi, ishin lot çlirimi. Sepse më në fund ajo kishte përgjigjet që kërkonte. Babai i saj e donte. Ai gjithmonë e kishte dashur. Ajo që ndodhi më pas nuk e fshinte këtë. Dhe ajo mund të bënte paqe me atë pjesë të historisë së saj. Artani e përqafoi Jonën, i ndjekur nga Elira, Ardi dhe madje edhe Melia. Të gjithë aty, të bashkuar nga dhimbja por edhe nga dashuria, duke formuar një rrjet mbështetjeje rreth asaj vajze që kishte përballuar kaq shumë dhe ende kishte kaq shumë për të jetuar. Dhe Jona, aty në mes të atij përqafimi kolektiv, më në fund e kuptoi atë që Artani kishte thënë muaj më parë. Ajo nuk kishte nevojë të zgjidhte. Ajo mund ta donte Ardian Gashin për gjithçka që ai i dha, dhe ta donte Artan Dedën për gjithçka që ai u bë për të. Ajo mund të ruante kujtimet e Valbonës dhe të ndërtonte të reja me Elirën. Ajo mund të kishte një vëlla, një gjyshe, një familje të tërë që e zgjodhi atë po aq sa ajo i zgjodhi ata. Atë natë, para se të flinte, Jona bëri diçka që nuk e kishte bërë prej shumë kohësh. Ajo mori batanien roz, atë që kishte qenë shoqëruesja e saj e vetme gjatë muajve në rrugë, dhe e palosi me kujdes. Ajo e vendosi në një kuti të veçantë, së bashku me letrën e babait dhe disa nga fotot e sandukut. Nuk ishte një lam të mirë, ishte një njohje se ai kapitull ishte mbyllur. Batania nuk kishte më nevojë të ishte mburoja e saj, armatura e saj kundër botës. Ajo kishte një familje tani. Ajo kishte një shtëpi. Dhe ajo ishte më në fund gati të jetonte plotësisht, pa frikën e humbjes, pa frikën e dashurisë. Kur Elira kaloi pranë dhomës së Jonës për t'i uruar natën e mirë, e gjeti vajzën tashmë duke fjetur, një buzëqeshje e lehtë në buzë. Elira i rregulloi batanien e re mbi të bien, i puthi ballin dhe i pëshpëriti. Natën e mirë, bija ime. Ti je shumë më e fortë se sa e imagjinon. Dhe ishte e vërtetë. Jona i kishte mbijetuar braktisjes, vetmis, frikës. Por më shumë se kaq, ajo kishte mësuar të besonte përsëri, të donte përsëri, të besonte se meritonte lumturi. Dhe kjo, ndoshta, ishte fitoria më e madhe e të gjithave. 2 vjet kishin kaluar që nga ajo natë me shi që ndryshoi përgjithmonë jetën e Jona Gashi Dedës. Tani 10 vjeç, ajo ishte një vajzë krejtësisht e ndryshme nga ai fëmijë i frikësuar që jetonte në rrugët e Tiranës. Flokët i ishin rritur të gjatë dhe me shkëlqim, gjithmonë të lidhur bisht kur shkonte në shkollë.
Buzëqeshja e saj, dikur e rrallë dhe hezituese, tani ndriçonte çdo ambient. Dhe sytë e saj, ata sytë të zinj që dikur mbanin kaq shumë frikë, tani shkëlqenin me besim dhe shpresë. Shkolla ishte bërë më shumë se një streh për Jonën, ishte bërë vendi i saj i shkëlqimit. Ajo ishte nxënësja më e mirë e klasës, merrte pjesë në klubin e shkencave, ndihmonte shokët e klasës me vështirësi dhe respektohej nga mësuesit dhe nxënësit. Ardi, tani gjithashtu 10 vjeç, vazhdonte të ishte miku i saj më i mirë dhe tifozi më i madh. Të dy ishin të pandashëm dhe shpesh njerëzit që nuk e njihnin historinë e familjes mendonin se ishin binjak, aq e madhe ishte bashkëpunimi mes tyre. Elira kishte bërë rregullime të rëndësishme në karrierën e saj si avokate. Ajo filloi të punonte më shumë nga shtëpia, duke pranuar më pak raste për të qenë më e pranishme në jetën e fëmijëve. Artani, plotësisht i rikuperuar nga infarkti, e kishte shndërruar kompaninë e tij të teknologjisë në një nga sukseset më të mëdha të sektorit, por gjithmonë bënte çmos të arrinte në shtëpi në kohë për darkën familjare. Dhe Meliha, gjyshja që kishte ardhur si një e huaj dhe ishte bërë pjesë thelbësore e jetës së Jonës, e vizitonte familjen të paktën 3 herë në javë, gjithmonë duke sjellë ëmbëlsira dhe histori. Por jo gjithçka kishte qenë e thjeshtë në këto 2 vjet. Jona ende kishte momente të vështira, net kur zgjohej me makthe, ditë kur ankthi e konsumonte pa arsye të dukshme. Terapia me doktoreshën Rudina vazhdonte, sepse të gjithë e kuptonin se shërimi nuk ishte linear, se kishte ulje ngritje dhe se ishte në rregull të kishe nevojë për ndihmë. Ishte një të marrë të zakonshme që gjithçka ndryshoi përsëri. Jona ishte në shkollë gjatë pushimit të madh, kur dëgjoi britma që vinin nga obori. Ajo vrapoi atje dhe gjeti një turm nxënësish rreth diçkaje në tokë. Duke hapur rrugë mes fëmijëve të frikësuar, Jona pa një nga mësuese Besën, të rrëzuar në tokë, duke mbajtur gjoksin dhe duke rënkuar nga dhimbja. Ishte saktësisht e njëjta skenë që ajo kishte parë 2 vjet më parë me Artanin. Për një sekond, Jona ngriu. Kujtimet e asaj nate u kthyen me forcë të plotë, frika, dëshpërimi, ndjenja e pafuqisë. Por pastaj diçka brenda saj u aktivizua. Ishte sikur zëri i babait, si i Ardianit ashtu edhe i Artanit, të kumbonte në mendjen e saj duke i thënë se ajo dinte çfarë të bënte, se ajo kishte një urit, se ajo ishte e aftë. Jona u gjunjëzua pranë mësueses dhe me zë të prerë, pavarësisht se duart i dridheshin, tha: "Mësuese Besa, më shiko mua. Unë do të ndihmoj." Dikush të telefonoi 127-shin, 127 tani. Një nga punonjësit e shkollës tashmë po bënte telefonatën. Jona verifikoi pulsin e mësueses, vuri re se ishte i parregullt por i pranishëm. Ajo kujtoi gjithçka që kishte mësuar në kursin e ndihmës së parë dhe gjithçka që Ardiani e kishte mësuar. Ajo kërkoi që dikush të sillte një jastëk për ta vendosur nën kokën e mësueses, udhëzoi nxënësit të largoheshin për të lënë hapësirë dhe ajër dhe qëndroi aty, duke mbajtur dorën e Besës dhe duke i thënë se ndihma po vinte. Ardi u shfaq me vrap, fytyra e zbet kur pa motrën e tij në veprim. Ai donte të ndihmonte, por Jona i kërkoi të mbante nxënësit e tjerë larg. Ambulanca arriti në më pak se 10 minuta dhe mjekët mbetën të impresionuar kur gjetën një fëmijë 10 vjeçar duke dhënë ndihmën e parë me kaq efikasitet. Njëri prej tyre, një burr i quajtur Ilir, e pyeti se ku i kishte mësuar ato gjëra. Jona u përgjigj thjesht: "Babai im më mësoi." Të dy. Mësuese Besa u dërgua në spital dhe pas ekzaminimeve, mjekët konfirmuan se ajo kishte pasur një fillim infarkti, por se ndihma e parë e menjëhershme e Jonës kishte bërë të gjithë ndryshimin. Drejtoresha e shkollës i telefonoi Elirës duke i treguar se çfarë kishte ndodhur dhe kur Jona arriti në shtëpi atë pasdite, gjeti jo vetëm prindërit dhe vëllain e saj duke pritur, por edhe një grup gazetarësh që donin të tregonin historinë e vajzës heroin. Elira dhe Artani biseduan me Jonën para se të lejonin ndonjë intervistë. Ata i shpjeguan se historia e saj mund të frymëzonte shumë njerëz, por se ajo nuk ishte e detyruar të ndante asgjë që nuk donte. Jona mendoi për një moment të gjatë dhe pastaj vendosi se donte ta tregonte historinë e saj. Jo për lavdërimet apo famën, por sepse ndoshta përvoja e saj mund të ndihmonte fëmijë të tjerë që po kalonin situata të vështira. Intervista u transmetua javën pasardhëse. Jona tregoi gjithçka, nga braktisja e prindërve biologjik deri te jeta e saj në rrugë, takimi me Ardin dhe Artanin, birësimi, ardhja e gjyshes Meliha dhe më në fund momenti kur shpëtoi mësuese Besën.
Ajo foli me një pjekuri befasuese për një fëmijë 10 vjeçar, fjalët e saj prekën zemrat e mira njerëzve që pan programin. Ndikimi ishte jashtëzakonshëm. Historia e Jonës u përhap në rrjetet sociale, në gazeta, në programe televizive. Ajo u bë një simbol i tejkalimit, i qëndrueshmërisë, i mënyrës se si dashuria mund të transformojë jetë. Por më e rëndësishme se fama ishin letrat. Qindra letra filluan të mbërrinin për familjen Deda, nga fëmijë që ishin birsuar, nga njerëz që kishin tejkaluar trauma, nga prindër që u frymëzuan nga historia për të birsuar fëmijë që kishin nevojë për një shtëpi. Pikërisht atëherë Elira pati një ide. Ajo bisedoi me Artanin për të krijuar një projekt social që do të ndihmonte fëmijët në situata të vështira, veçanërisht ata që jetonin në rrugë. Artanit i pëlqeu shumë ideja dhe menjëherë vuri në dispozicion burimet e kompanisë së tij. Ata themeluan Institutin Jona Gashi, një organizatë që ofronte strehim të përkohshëm, arsim, ndihmë psikologjike dhe kurse profesionale për fëmijë dhe adoleshentë në situatë rruge. Kur Elira dhe Artani i treguan Jonës për institutin që do të mbante emrin e saj, vajza mbeti pa fjalë. Ajo nuk mund të besonte se historia e saj, dhimbja e saj, mund të shndërroheshin në diçka kaq të bukur dhe domethënëse. Ajo kërkoi vetëm një gjë, që instituti të mësonte gjithashtu ndihmën e parë për të gjithë fëmijët e trajtuar, sepse ajo donte që fëmijët e tjerë të kishin të njëjtat njohuri që një ditë i shpëtuan jetën Artanit. Instituti Jona Gashi u inaugurua 6 muaj më vonë në një ceremoni të madhe ku morën pjesë autoritete, sipërmarrës, artistë dhe, më e rëndësishmja, dhjetëra fëmijë që do të ishin përfituesit e parë të projektit. Jona mbajti një fjalim në inaugurim, zëri i saj i prerë kumbonte nëpër sallë. Unë e di se çfarë do të thotë të kesh frikë, të ndjesh të ftohtë, të kesh uri. Unë e di se çfarë do të thotë të mendosh se askush nuk interesohet për ty, se je i padukshëm për botën. Por unë gjithashtu mësova se një person i vetëm mund të bëjë ndryshimin. Se dashuria dhe dija janë mjetet më të fuqishme që ekzistojnë. Dhe se pavarësisht sa i vështirë është fillimi yt, ti gjithmonë mund të kesh një rifillim. Ky institut është për të gjithë fëmijët që kanë nevojë të dinë se ata kanë rëndësi, se ata shihen, se ata meritojnë dashuri dhe mundësi. Dhe unë premtoj se për sa kohë që unë mund të bëj diçka, asnjë fëmijë nuk do të ndihet aq i vetmuar sa u ndjeva unë. Nuk kishte sy të thatë në audiencë kur Jona mbaroi së foluri. Melia qante hapur, krenare për mbesën që gati nuk e njohu. Ardi duartrokiste me gjithë forcën, duke bërtitur se ajo ishte motra e tij. Dhe Elira e Artani, të përqafuar, shinin vajzën që kishin strehuar të shndërrohej në një frymëzim të vërtet për mira njerëz. Por jeta kishte rezervuar edhe një surprizë tjetër për Jonën. Disa javë pas inaugurimit të institutit, Genci, hetuesi privat që kishte ndihmuar në gjetjen e Jonës 2 vjet më parë, kërkoi të bisedonte me familjen. Ai sillte lajme për Ardianin dhe Valbona Gashin. Prindërit biologjik të Jonës e kishin parë intervistën në televizion. Duke parë vajzën që braktisën të shndëruar në atë vajzë të jashtëzakonshme, ata kontaktuan Gencin duke kërkuar të flisnin me Jonën. Ata thoshin se ishin penduar, se donin të kërkonin falje, se do të donin një shans për të shpjeguar se çfarë ndodhi. Lajmi ra si një bombë në familjen Deda. Elira u zemërua, gati për ta mbrojtur Jonën me çdo kusht. Artani ishte skeptik, duke vënë në dyshim qëllimet e vërteta të çiftit. Ardi nuk donte që ata t'i afroheshin motrës së tij. Por Jona, çuditërisht, qëndroi në heshtje, mendueshëm. Atë natë, pasi të gjithë shkuan të flinin, Jona shkoi në dhomën e Elirës dhe Artanit. Ajo trokiti butësisht në derë dhe kërkoi të bisedonte. Të tre u ulën në krevat dhe Jona filloi të fliste. E di që doni të më mbroni. Dhe ju dua për këtë. Por unë duhet ta bëj këtë. Duhet t'i shikoj ata dhe të dëgjoj se çfarë kanë për të thënë. Jo sepse dua të kthehem, jo sepse i fal lehtë, por sepse kam nevojë për përgjigje. Kam nevojë ta mbyll këtë kapitull me të vërtetë. Dhe këtë mund ta bëj vetëm nëse kam guximin t'i përballoj. Elira donte të thoshte jo, donte ta mbronte të bien nga çdo dhimbje shtesë. Por ajo shikoi Jonën dhe pa vendosmërinë në ata sy. Pa forcën, pjekurinë, guximin. Dhe ajo e kuptoi se Jona nuk ishte më ajo vajzë e frikësuar e 2 viteve më parë. Ajo ishte rritur, ishte forcuar dhe kishte të drejtën të merrte vendimet e saj. Takimi u caktua për javën pasardhëse në zyrën e Gencit në një mjedis neutral dhe të kontrolluar.
Elira, Artani dhe Melia do të ishin të pranishëm, por në një dhomë tjetër, gati për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme. Jona këmbënguli të hynte vetëm në dhomën ku Ardiani dhe Valbona e prisnin. Kur Jona hapi derën dhe pa prindërit e saj biologjik për herë të parë në 2 vjet, zemra i rahu fort. Ardiani ishte plakur shumë, flokët i ishin thinjur dhe fytyra e tij mbante shenja të thella faji dhe pendimi. Valbona ishte më e dobët, sytë e saj të kuq sikur të kishte qarë shumë. Të dy u ngritën kur Jona hyri, por ajo bëri një gest që të qëndronin ulur. Ajo u ul në karrigen përballë tyre dhe priti. Ardiani ishte i pari që foli, zëri i tij i mbushur me emocion. Jona, nuk e di as nga t'ja filloj. Më fal, duket kaq e vogël, kaq e pamjaftueshme për atë që të bëm. Ne të braktisëm në mënyrën më të keqe të mundshme. Ne ishim prindërit e tu, njerëzit që duhej të të mbronin, dhe ne të kthyem shpinën kur ti kishe më shumë nevojë. Nuk ka justifikim për këtë. Asnjë. Valbona vazhdoi, lotët i rrivnin lirshëm. Ne ishim të dëshpëruar, Jona. Borxhet, kërcënimet, frika. Ne u kapluam nga paniku dhe morëm vendimin më të keq të mundshëm. Menduam se ti do të ishe më mirë pa ne, se dikush do të gjente, do të kujdesej më mirë se ne. Por kjo nuk e heq përgjegjësinë tonë. Ne dështuam me ty në mënyrën më të tmerrshme që prindërit mund të dështojnë. Jona dëgjoi gjithçka në heshtje. Pastaj ajo foli, zëri i saj i prerë por i ngarkuar me emocion. Kalova 2 vjet duke u përpjekur të kuptoja pse e bëte këtë. Kalova net pa gjumë, duke pyetur veten se çfarë kisha bërë gabim, pse nuk isha e mjaftueshme që ju të qëndronin. Dhe vetëm kohët e fundit e kuptova se kur nuk ishte për mua. Ishte për ju, për zgjedhjet tuaja, për dobësitë tuaja. Ju më mësuat gjëra të vlefshme, babi. Ti më mësove se dia është fuqi, se të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme. Dhe për këtë jam mirënjohëse. Por ti gjithashtu më mësove, pa dashje, se dashuria nuk janë vetëm fjalë, janë veprime. Dhe veprimet tuaja më lënduan në një mënyrë që do të duhet shumë kohë për t'u shëruar. Ardiani uli kokën, i paaft ta shikonte të bien. Jona vazhdoi. Unë erdha këtu sot jo sepse ju fal lehtë, apo sepse dua të kthehem në jetën që kishim. Erdha sepse kam nevojë që ju ta dini se unë mbijetova. Se pavarësisht gjithçkaje, unë gjeta një familje që më do me të vërtetë, që nuk më braktis kur gjërat vështirësohen. Gjeta njerëz që më zgjodhen, që më dhanë një shtëpi, që më mësuan se unë kam vlerë. Dhe erdha t'ju them se unë do të jem mirë. Jo për shkakun tuaj, por pavarësisht jush. Valbona dëneste me zë të lartë, duke vënë duart në fytyrë. Ardiani më në fund e shikoi Jonën dhe pa tek ajo jo më vajzën e brish që kishin lënë pas, por një të re të fortë, të vendosur, të aftë. Jona, ti nuk na detyrohesh asgjë. As falje, as një shans të dytë, asgjë. Por dua që ti ta dish se të shija atë intervistë, të shija gruan e jashtëzakonshme që po bëhesh, ishte në të njëjtën kohë gjëja më krenare dhe më e dhimbshme që kam përjetuar ndonjëherë. Sepse unë mund të kisha qenë pjesë e kësaj, por unë e hodha poshtë atë shans. Dhe unë do ta mbaj këtë faj për pjesën tjetër të jetës sime. Jona qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj ajo u ngrit gati për t'u larguar. Por para se të hapte derën, ajo u kthye edhe një herë. Një ditë, ndoshta do të arrij t'ju fal plotësisht. Por ajo ditë nuk është sot. Sot mund të them vetëm se shpresoj që ju të mësoni nga gabimet tuaja, që të bëheni njerëz më të mirë. Dhe nëse një ditë keni një shans tjetër për të qenë prindër, për t'u kujdesur për dikë, mos ikni. Sepse të duash do të thotë të qëndrosh edhe kur është e vështirë. Dhe ju ma mësuat këtë në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe me këto fjalë, Jona doli nga dhoma. Ajo gjeti Elirën, Artanin dhe Meliën duke pritur dhe thjesht u hodh në krahët e Elirës, duke qarë gjithçka që kishte mbajtur gjatë bisedës. Elira e mbajti fort, duke i bërë rrath të butë në shpinë, duke i përshpëritur se gjithçka ishte në rregull, se ajo kishte qenë kaq guximtare, se gjithçka kishte mbaruar tani. Atë natë, në shtëpi, familja u mblodh në dhomën e ndenjes. Jona tregoi gjithçka që kishte ndodhur, gjithçka që kishte ndier, gjithçka që kishte thënë. Dhe kur ajo mbaroi, Ardi e përqafoi motrën dhe i tha: "Ti je personi më i fortë që njoh, Jona. Dhe jam shumë krenar që jam vëllai yt." Jona buzëqeshi mes lotësh dhe u përgjigj: "Dhe unë jam krenare që jam motra jote, Ardi."
Artani u afrua dhe i vuri duart në shpatullat e Jonës. A e di se çfarë më bën më shumë përshtypje tek ti, Jona? Jo inteligjenca jote, apo guximi yt, apo fakti që ke shpëtuar jetë. Është aftësia jote për ta shndërruar dhimbjen në dashuri, për të marrë gjithçka të keqe që ka ndodhur dhe për të krijuar diçka të mirë prej saj. Ti je e veçantë jo pavarësisht asaj që ke kaluar, por për shkak të mënyrës se si ke zgjedhur të përballesh me të. Elira u pajtua, sytë e saj shkëlqenin. Ti na ke mësuar shumë, Jona. Ti na tregove kuptimin e vërtet të familjes, të qëndrueshmërisë, të dashurisë së pakushtëzuar. Dhe dua që ti ta dish se pavarësisht sa vite kalojnë, pavarësisht se çfarë ndodh, ne gjithmonë do të jemi këtu. Kjo gjithmonë do të jetë shtëpia jote. Ne gjithmonë do të jemi familja jote. Jona shikoi përreth dhomës, njerëzit që ishin bërë streha e saj e sigurt, shtëpia e saj, familja e saj e vërtetë. Dhe ajo më në fund e kuptoi se familja nuk ishte vetëm për gjakun apo mbiemrin. Ishte për zgjedhjen, për praninë, për dashurinë që qëndron edhe në stuj. Muajt në vijim ishin të konsolidimit. Instituti Jona Gashi lulëzoi duke ndihmuar qindra fëmijë. Jona filloi ta vizitonte institutin rregullisht, duke biseduar me fëmijët, duke ndarë historinë e saj, duke u dhënë shpresë atyre që kishin më shumë nevojë. Ajo gjithashtu filloi të jepte mësime vullnetare të ndihmës së parë, duke u mësuar fëmijëve të tjerë të njëjtat teknika që një ditë i shpëtuan Artanit dhe mësuese Besës. Mësuese Besa, me qëra fjala, ishte rikuperuar plotësisht dhe ishte kthyer në mësimdhënie. Ajo bënte çmos ta falënderonte Jonën sa herë që e shihte, duke i thënë se ja detyronte jetën asaj vajze të jashtëzakonshme. Dhe Jona, me përullsinë e saj karakteristike, gjithmonë përgjigjej se ishte duke bërë vetëm atë që ishte e drejtë, atë që babai i saj ja kishte mësuar. Një pasdite me diell të së shtunës, gati 3 vjet pas asaj nate me shi që ndryshoi gjithçka, familja Deda bëri një shëtitje të veçantë. Ata vizituan rrugicën ku Artani ishte ndier keq, ku Jona e kishte gjetur dhe i kishte shpëtuar jetën. Vendi tani kishte një pamje tjetër, më i pastër, më i kujdesur, por ende mbante kujtimet e asaj dite. Jona shikoi përreth, duke kujtuar vajzën e frikësuar që ishte, e mbledhur kruspull pranë një koshi plehrash me një batanie roz të grisur. Duke kujtuar frikën, vetmin, sigurinë se askush nuk interesohej për të. Dhe pastaj ajo shikoi familjen e saj, Ardin pranë saj, Elirën dhe Artanin dorë për dore, me lihen duke buzëqeshur krenare, dhe kuptoi se sa shumë kishte ndryshuar. Jo vetëm nga jashtë, por nga brenda. Ajo nuk ishte më ajo vajzë e thyrë. Ajo ishte Jona Gashi Deda, një e mbijetuar, një heroin, një bie e dashur. Artani i vuri dorën në shpatull Jonës dhe i tha: "A e di se çfarë mendoj kur shikoj këtë vend? Mendoj se kjo ishte dita kur 2 jetë shpëtuan njëra tjetrën. Ti më shpëtove jetën atë natë, Jona. Por unë gjithashtu mendoj se unë dhe Elira shpëtuam tënden. Dhe Ardi gjithashtu. Dhe gjyshja me Liha. Ne të gjithë shpëtuam njëri tjetrin." Jona tundi kokën në shenjë pohimi, lotët i rridhnin në përfytyr, por ishin lotë të lumtur. Ju më dhatë më shumë se një shtëpi. Ju më dhatë një qëllim. Ju më treguat se unë kam rëndësi, se unë kam vlerë, se unë mund të bëj ndryshimin. Dhe për këtë do të jem përjetësisht mirënjohëse. Ardi, gjithmonë më i gjalli i grupit, e theu momentin emocional duke thënë: "Mjaft qatë, a do të ham një akullore? Në fund të fundit, sot është e shtunë dhe ne e meritojmë të festojmë." Të gjithë qeshën dhe së bashku ecën nëpër rrugë drejt akullores më të afërt. Ndërsa ecnin, Jona ktheu kokën pas për herë të fundit drejt rrugicës që përfaqësonte të kaluarën e saj. Dhe pastaj shikoi përpara, drejt familjes së saj, drejt së ardhmes së saj. Dhe ajo buzëqeshi. Sepse ajo më në fund e kuptoi se e kaluara nuk e përcaktonte se kush ishte. Zgjedhjet e saj, dashuria e saj, forca e saj e përcaktonin. Dhe ajo zgjidhte të ishte e lumtur. Ajo zgjidhte të ishte e dashur. Ajo zgjidhte të rifillonte çdo ditë, nëse ishte e nevojshme. Atë natë, para se të flinte, Jona shkroi në ditarin e saj, diçka që kishte filluar ta bënte si pjesë e terapisë. Ajo shkroi: "Sot e kuptova se jeta nuk është të presësh të kaloj stuhia, por të mësosh të kërcesh në shi. Unë kërcyeva. Unë mbijetova. Dhe tani unë jetoj. Me të vërtetë. Sepse kam një familje që më do, një qëllim që më lëviz dhe një të ardhme që më pret me krah hapur.
Dhe kjo është më shumë se sa kam ndëruar ndonjëherë të kem, ajo mbylli ditarin, fiku dritën dhe ushtri në krevatin e rehatshëm, në dhomën që ishte vetëm e saj, në shtëpinë që ishte shtëpia e saj. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo fjeti pa frikë, pa makthe, pa shqetësime. Sepse ajo ishte në shtëpi. Ajo ishte e sigurt. Ajo ishte e dashur. Dhe ajo ishte më në fund e plotë.